Sigur Zoti yt o Musa, ma myll të derën që s'ja ka mbyll askujt. Kur nuk do të shkëputem nga dera e tij, aty do të qëndroj te dera Allahu xhaleshanu. Profeti Musa a.s. kalonte një ditë në një rrugë. Sa herë kalonte aty, shikonte një person që ose e gjente duke u fal, ose e gjente duke përmend Zotin, duke bërë dhikr. Dhe mahnitet se sa herë që kalonte aty e gjente duke u fal, ose duke përmend Allahun xhaleshan, nuk pushonte as një sekond. Subhanallah. I thot, o robi Allahu, thot, sa herë që të shoh ti ose duke u fal, duke madhru Allahun, duke adhuru Zotin, ose duke përmend Zotin me shpirt e me zemër, me një përqendrim, thot, që më ke bërë përshtypje. O Musa, thot, o profeti Allahu, thot, unë i lutem Zotit, thot, en yerzuqani ridahu, që Allahu xhaleshanu të ma boj mu, thot, nasib, thot, ma boj rizq, thot, kënaqësinë e tij ndaj meje. Wa an la yushghilani bi siwahu, dhe kur mos të më hapi punë, edhe mos më largoj mu, thot, nga adhurimi Allahu xhaleshanu, mos kem as i punë tjetër që më largon nga adhurimi. Wa an yulhimani dhikrahu fala ansahu, dhe Allahu të më inspiroj përmendjen e tij që unë kur mos ta harroj në jetën time në asnjë moment. Mahnitet Musa a.s. I thot, kur të komunikoj me Allahun xhaleshanu, thot, do t'i them për ty, thot, do t'i them për ty që Zoti të t'i japi këto gjëra, për cilat ti lutesh Allahu xhaleshanu me kaq këmbgulje dhe me kaq seriozitet, subhanallahu, dhe përkushtim. Në momentin që Musa a.s. flet me Allahun xhaleshanu, i thot, o Zoti im, ja Rabbi, thot, një rob prej robëve tuaj, nga manit me adhurimin e tij, me përqendrimin e tij, me dhikrin e tij, ja Allah. Më kërkoj o Zot 3 gjëra që ti din më mirë se unë. I thot, o Musa, midis meje dhe midis robit tim ka disa gjëra, thot, që unë nuk ja kam fal akoma. Unë jam i zemruar dhe i hidhruar me robin tim. Subhanallah. Imagjinon pamjen e parë, duke njëri shumë i devotshëm sa që u manitet dhe profeti Zotit. E Allahu xhaleshanu thot, ka midis meje dhe midis tij disa gjëra që unë akoma nuk ja kam fal dhe jam i hidhruar me të. Subhanallah. E kur kthehet Musa a.s. nga ajo rrugë, i thot, o robi Zotit, thot, unë fola, thot, komunikova me Allahu xhaleshanu për ty, thot. Allahu xhaleshanu më tha, midis meje dhe robit tim ka disa gjëra që unë akoma nuk ja kam fal dhe jam i mërzit me robin tim. Qau shumë i rodhën lotët, subhanallah. Ai e dite se që ka midis tij dhe midis Allahut, gjithë secili e din vetë. Qau shumë edhe tha, ja Musa, tha, law anna rabbaka taradani ma faradtu babahu abadan. Sigur Zoti yt o Musa, ma myll të derën që s'ja ka mbyll askujt, kur nuk do të shkëputem nga dera e tij, aty do të qëndroj te dera Allahu xhaleshanu. I shpall Allahu xhaleshanu Musa a.s. dhe i thot, o Musa, thot, jam i kënaq me robin tim, ja kam fal gjitha, kam për t'ia dhënë ato që më ka kërkuar. Subhanallah.